Do flasim tani për zhvillimet politike në vend me analistin Namir Lapardaja. Mirëmbrëma Namir. Mirëmbrëma. Atëherë, si mund ta lexojmë, si mund ta shikojmë sjelljen e opozitës në parlament sot, por edhe reagimin e mazhorancës që i mori një kohë të mirë debati parlamentar me debate, fyerje dhe përplasje? Po tashmë nuk është më e re që sa herë që ka seanca parlamentare, sidomos kur në seancën e kuvendit është president Sali Berisha, përgjithsisht krijon tensione sepse silja në vëmendjen tuaj në seancat e mëparshme kur Berisha nuk ka qenë prezent, për shembull kur ishte në Këshillin e Evropës, nuk pati kurfar problemi në zhvillimet e kuvendit. Pra të gjithë deputetët diskutuan, debatuan, ranë mendimet, pati dhe replika me njëri tjetrin, por duke sikur s'pati asnjë gjë, duke sikur gjithçka vijonte normalisht. Për sa kohë që shfaqet Berisha aty dhe sidomos kur Berisha ngrihet në foltore dhe merr fjalën dhe kërkon për të marrë fjalën, aty pastaj duke sikur lindin probleme. Nuk e di a është kjo e qëllimshme apo deputetët e opozitës kanë ndonjë merak apo ndonjë problem në raport me sjelljen e tyre ndaj Berishës për të dukur sikur e mbrojnë, por kjo nuk mund të thuhet, por fakti është evident. Nga ana tjetër, sigurisht majoranca nuk është në kushtet e saj optimale, çështja Balluku është aty dhe normalisht as Edi Rama, as deputetët socialistë nuk mund të fshihen pas gishtit dhe nuk mund të fshihen tani më pas asaj që kishin thënë deri më dje që presim vendimin e kushtetueses. Tani që gjykata kushtetuese mori atë vendim, pa vendim në fakt në thelb që mori, por majoranca socialiste duhet të japi drejtim çështjes së zonës Balluku. Pra ose duhet ta japi imunitetin e saj, ose duhet të dalin të thojë që ne nuk e japim imunitetin e Belinda Ballukut. Por duhet ta thojë këtë në krahun tjetër, në krahun tjetër kemi një protestë të fundit të opozitës, e cila përfundoi me sulme, me molotov, me mjete piroteknike, me sende të forta, jo vetëm ndaj institucioneve, por edhe ndaj punonjësve të policisë, dhe kjo në fakt ka marrë dhe shumë vëmendje në publik, pra plagosje lëndimi i policisë dhe konfrontimi me të buesit. Kjo lloj sjellje fiton, i sjell më shumë fitim apo humbje opozitës? Por ne kemi diskutuar edhe më parë, opozita nuk është në kushte që të përfitojë nga protestat, sepse edhe protesta e 10 shkurtit, por edhe ajo e më parë, e 24 janarin, nëse zgaboj me datën, duke sikur janë thuajse të njëjta, me dallimin e vetëm që kjo e 10 shkurtit, pra kjo e dyta në vend që të kishte më tepër pjesëmarrje, duke sikur kishte pjesëmarrje më të ulë. Sigurisht që rruga e opozitës nuk është as duna, rruga e opozitës nuk është as linçimi apo as goditja e punonjësve të policisë apo e institucioneve. Rruga e dur që do duhet të kishte opozita, sidomos në këtë periudhë, ishte reformimi i saj, pra të jepte një kontrast të thellë me qeverinë. Pra nga njëra anë kemi kontrast moral që e keni quajtur edhe më herët juve. Patjetër, pra për këtë lloj kontrasti po flasim. Nga një anë kemi një qeveri thellësisht të korruptuar, e cila duhet të ikë një orë më parë, nga ana tjetër kemi një opozitë e cila nuk ka ditur gjatë asaj kohe të reformohet, kështu që sa herë që opozita ka probleme, pastaj bën protesta dhe kemi ato shfaqje që patëm edhe në Pra kemi dhunë në rrugë, debate në parlament të forta, duhet thënë, por nga krahu tjetër kemi një paqe dhe një bashkëpunim shumë të mirë, duhet thënë, tek dy komisionet e posaçme të reformës zgjedhore dhe territoriale. A mos duket si një nonsens kjo gjë? Do dilja pikërisht te kjo gjë. Pra, pikërisht kjo panorama, ajo që atij që intereson më shumë kjo panorama është pushteti dhe është Edi Rama. Sepse sa herë që Sali Berisha bën shfaqje dhune, pastaj Edi Rama lëshoni karen për ta tërhequr atë në biseda në komisionet, në dy komisionet e posaçme, por edhe më parë, kështu që duket sikur ato kemi një lloj pazari që pavarësisht retorikës ai vijon të ecë. Por mos harrojmë që pushteti, edhe siç e pamë në seancën e sotme, ka një alibi shumë të madhe. Cila është alibi e pushtetit? Është Sali Berisha. Pra gjithmonë kthehen çështjet e të kaluarës, kthehen çështjen e fshehtatës, kthehen çështja e 20 janarit, kthehen çështja e korrupsionit të dieshëm qeveritar. Në këto kushte PD-ja dhe opozita nuk ka gjetur forcë të reformohet. PS-ja dhe mazhoranca ka alibin e saj sepse i tregon shqiptarëve me gisht që ja ku e keni Gogolin, ja ku e keni Berishën, i cili kërkon të rikthehet me të gjitha mëkatet e së kaluarës, kështu që kemi një lloj stagnacioni. Pra, ajo që ata që janë që
që e vuajnë të gjithë këtë situatë mikurizën e tyre janë qytetarë shqiptarë. Nga njëra anë ka një qeveri e cila i vjet për ditë, nga njëra anë, nga ana tjetër ka një opozitë e cila nuk po di që të shndrohet një alternativë të besueshme dhe një alternativë morale dhe politike. Megjithatë, rruga që vjen është e qartë, në datën 20 do kemi prapë protestë. Faleminderit na mirë për komentet. Kënaqësi më tej.